Zoti Zhdima, më 8 korrik Parlamenti Evropian do të miratojë një projekt të rezolutë sa i përket Shqipërisë ku i bën thirrje që të përshpejtojë reformat veçanërisht në sistemin e drejtësisë. Ju si e lexoni këtë projekt të rezolutë dhe a është kjo një kamban alarmi me atë se çfarë ka ndodhur deri tani me sistemin e drejtësisë, por edhe kundrejt qeverisë së kryeministrit Edi Rama? Së pari më lejoni të falenderoj shikuesit dhe dëgjuesit tuaj, të cilët gjitha ato herë na kanë mbështetur me like, me komente, me mënyrat e tyre të shprehurit, gjithmonë brenda një edukate dhe një kulture shumë të mirë dhe të do të thoja shumë me respekt për atë që ata përveç se dëgjojnë janë edhe protagonist edhe komentojnë. Dua të falenderoj jashtëmase. Për sa i përket Parlamentit Evropian dhe politikës Parlamentit Evropian për politikën e jashtëm përtej Bashkimit Evropian, Parlamenti Evropian gjithmonë në politikat e komisioneve të posaçme të tij harton raporte, harton drafte, harton gjithçka që ka të bëjë me shikimin nga pikpamja europiane të institucioneve europiane, shteteve të cilët duan të bëjnë pjesë të Bashkimit Evropian, siç është Shqipëria, Maqedonia e Veriut, Kosova, edhe vendet e tjera të cilët nuk ka rëndësi të përmendim, sepse ne do të përmendim vetëm Shqipërinë dhe Kosovën, se vendet e tjera kanë politikat e tyre dhe ne nuk na interesojnë të merrem momentalisht. Tani, për të merrem me Shqipërinë, dhe unë më pëlqen gjithmonë kur Parlamenti Evropian, duhet ta themi, është sovjetik, a është europian, unë prandaj e them sovjetik mund ta marrë dikush sipas mendimit të vet, dikush tjetër mund të konceptoj Bashkimin Evropian si Bashkim Evropian dhe jo sovjetik. Por këtu kemi të bëjmë me raportuesin fidestar të draft raportit që është eurodeputet i ardhur nga Partia Socialiste të Parlamentit Evropian, pra e shikoni qartë personin që ka hartuar draftin. Drafti është fillestar nga ky zotëria, është shumë i bukur, është një draft me 10 faqe, pothuajse 9 në total, dhe është Andreas, këtu e kemi dhe emrin e tij, dhe vjen nga Partia Socialiste Europiane. Kush qeveris vendin ton? Partia Socialiste e Shqipërisë. A është Partia Socialiste e Shqipërisë antare e partive europiane ose të Internacionales Socialiste? Po, të Internacionales Socialiste është, por është edhe vëzhguese, mos gaboj, ose antare me të drejtat kufizuara të plota, se kjo nuk më intereson, por është edhe tek Partitë Europiane Socialiste, që është edhe ky këtu socialist. Dhe të ky draft raport tregohet që Shqipëria ka ecur përpara, ka bërë avancime, shumë gjëra të bukura, por duhet akoma puna akoma më të mirë, sepse duhet gjithmonë reforma më të bukura europiane dhe demokratike. E thotë ky raporti vetë ky socialisti këtu. Tani shkojmë tek komisioni në tërësi që përfshin të gjithë deputetët si socialist, demokrat, me parti, pa parti, pra në kuptimin të pavarur të partive ose të eurodeputetëve, dhe shkojmë tek e vërteta. Dhe urdhro kush është e vërteta, që ky raport fillestar që i bën lavazh qeverisë shqiptare nga një socialist me 9 faqe, vinë eurodeputetët dhe çojnë me 236 amandamente, ju lutem, që çdo deputet, pra eurodeputet, thot mendimin e vet për sa i përket 9 faqe të këtij shkret që u lodh shumë me draft raportin. Ky për shembull t'ju jap një rast kështu të shpejt, të kuptoni diçka. E shikoni për shembull një paragraf. Fillon ky paragrafi këtu me këto të dhëna këtu. Dhe eurodeputeti tjetër ose eurodeputetet fillojnë me shkronja të zeza këtu, që shtojnë ose ndryshojnë nga raporti fillestar. Më kupton? Pastaj shkojmë tek një tjetër edhe shikojmë që tek raporti fillestar ishte thënë diçka tjetër
dhe shkojnë eurodeputetët dhe shkojnë dhe shtojnë diçka tjetër nga raporti fillestar. Pra ndryshe nga ky raport këtu i këtij socialisti. E heqin fare këtë dhe thonë që qëndrimi jonë është ky këtu me amandamentet tona. Dhe jo ky fillestari që ishte këtu. Ndërsa tek korrigjimet e fjalive, për shembull, një nga ajo që më ka bërë mua përshtypje është Shqipëria synon, qeveria shqiptare, Edi Rama synon që në 2027 duke na nxjerrë jetën ne dhe duke na shtryll ne, që ne të shkojmë në Bashkimin Evropian. Sa do arrihet kjo, mbetet për të parë varet se si do na shtrylli ne dhe çfarë do na nxjerrë. Dhe çfarë do na nxjerrin, pra do kemi shtëpi, nuk do kemi detyrime, do shesim akoma edhe shtëpinë për të paguar çfarë duhet të paguajmë për interes të Ramës që të na fusin në BE, dhe do futem në BE, do fitojmë në gjë apo do futem në BE thjesht të mbushim markat e PS dhe BE të na shkarkojnë ne të na bëjë atë që ja bëri Italisë, Greqisë, Portugalisë dhe kështu me radhë. Sepse ata të cilët jetojnë jashtë shtetit dhe na ndjekin e di shumë mirë që BE-ja nuk ka vetëm të drejta, por ka edhe detyrime. Dhe BE-ja ka edhe një mekanizëm që të jep para dhe pastaj ti merr. Po kur ti merr, të merr edhe jetën. Por gjithsesi ta kuptojnë ata të cilët kanë jetuar në BE flas. Jo për ata të cilët mendojnë se po u futën në Bashkimin Evropian nuk do marrin leje qëndrimi në vendet dhe të jenë europian. Pra, kush ka shtetësi europiane dhe shkon në një vend europian, duhet i nënshtrohet ligjit dhe rregullat e migratore të vendit që shkon, pavarësisht se është shtetës europian. Sepse ne nuk kemi sovranitet, por e vërteta është që uroj që populli jon ta kuptoj dhe mos ta kuptoj me keqdashuri, po ta kuptoj me atë që ne themi, me maturi, pjekuri dhe mos të bëhet viktim e një politike që do të kaloj Rama që të mbetet në histori. Rama do të bëjë histori për veten e tij, po jo për popullin shqiptar. Se në fund fare Rama ikën nga kryeministër, ne do paguajmë gabimet e Ramës që nuk e ndaluam në momentin e dur, dhe ne do vritem me njëri tjetrin sepse kemi lënë Ramën dhe të tjerë duke bërë gropa këtij vendi. Dhe jo Rama me ne me njëri tjetrin dhe Rama dhe të tjerë që janë në pushtet gjejnë alibin e radhës. Pra Rama po nuk u futën në 2027, që thoshte ky raporti këtu. Rama do të thotë fajin e ka Irani dhe Izraeli, sepse ne do të ishim futur në BE. Pra Rama do ta gjejë alibin e radhës. Prandaj them që në këtë draft raport thot teorikisht Shqipëria mund të shkojë në Bashkimin Evropian në 2027. Teorikisht. E keni në draft. Ky draft këtu, me këto amandamente dhe me këto faqe këtu, dhe shikoni sa bukur, e ajo që është e çuditshme, po shikoni shkronjat e zeza në rast se duken, dhe shikoni këtu bardhë, e bardhë fare sterr. E kupton çfarë do të thotë kjo? Raporti fillestar ka qenë ndryshe. Ka qenë lavdrata. Shkën eurodeputetët këtu te zeza dhe thonë, "Ore m'fal, është pak më ndryshe se thoni ju." Sidomos ta ajo e mediat është e papame. Ne shikon këtu drafti kështu ndryshe, kurse këtu drafti shiko që ka plotësime me zeza. Pra kanë marrë fillestaren, edhe kanë filluar edhe kanë plotësuar. Edhe them fal, kemi edhe disa tjerë përveç këtyre që thot drafti fillestar. Pra këtu i bë lavash, këtu i thonë këta, "Ore, po bëjmë edhe pak gjërat ashtu siç duhet sepse nuk i shikojmë gjërat mirë." Prandaj Bashkimi Evropian nuk është një institucion që mund të blihet ashtu si blihen institucione ose ambasadorë të tjerë të vendeve të ndryshme. Pra, Bashkimi Evropian ka edhe atje korrupsion, ka edhe atje njerëz të cilët janë ndjekur nga Prokuroria Federale e Belgjikës, por vendimarrja që një vend të futet në Bashkimin Evropian kalon nga Komisioni Evropian, nga Parlamenti Evropian, nga Këshilli Politik i Shteteve të Anëtare, kur Shqipëria do të ketë mbyll dhe kapitullin e fundit dhe reformën e fundit, po jo vetëm me Edi Ramën, por edhe me partitë e tjera politike, edhe parlamentare, por edhe jashtë parlamentare, se Bashkimi Evropian nuk negocion vetëm me qeverinë,
po negocion pikë së pari me opozitën, sepse në rast se ne shkojmë në BE, duhet të shkojmë sepse duam të gjithë të shkojmë, dhe jo që nesër të zgjohet një forcë, një fuqi e madhe dhe të thotë brenda Shqipërisë, më fal, pse futët këte popull në Bashkimin Evropian? Ne nuk duam më të jemi në Bashkimin Evropian. Shiko rastin e Britanisë së Madhe. Asnjëri nuk e mendonte që Britania e Madhe do ishte jashtë Bashkimit Evropian, po na që ndodhi fakti. Asnjëri nuk e mendon që Shqipëria mund të futet dhe mund të dali, sepse ne gjithmonë e themi veten tonë që jemi të dobët. Pse e themi? Sepse kemi vendosur veten tonë gjithmonë në lavazhin e tur dhe trurit ton, që të themi ne jemi vend i varfër, jetojmë në varfëri dhe populli jon duhet të jetojë në varfëri. Pse? Se e kanë bërë sistemin e tillë që ne të jemi gjithmonë të varfër, pavarësisht aftësive tona që kemi. Sepse sistemi e krijon atë që ti të jesh gjithmonë i zhytur dhe i varfër. Por kjo gjë nuk mund të ndodhë në rast se ti don të shkosh në Bashkimin Evropian, sepse ti në Bashkimin Evropian nuk mund të shkosh si varfanjak, dhe prandaj që ta konkludoj, ky raport me këto amandamente të thot përmirësohu që të vish në Bashkimin Evropian jo viktim, po të vish në Bashkimin Evropian i pasur dhe jo i varfër, se Bashkimi Evropian nuk mban varfanjak më pas 2008-s. Prandaj thot plotësoni detyrimet, fuqizoni buxhetin shtetëror dhe ejani të bëni antar me të drejta të barabarta dhe jo me të drejta të kufizuara politike edhe monetare. Prandaj, para se të vini, urdhro amandamentet.